nga Leonard Koja në windowradio.de. Miq, mirë mbrëma, përshëndetje dhe mirë se ritakomi sërish në Horizont në puntatën e radhës. Sot është data 29 janar 2026, ditë e njëjtë, dhe ne takomi sërish, sepse emisioni Horizont ka qenë ditën e martë, ku kishim tjetër të ftuar, dhe sonde në Horizont sërish do kemi një tjetër të ftuar, dhe jam i bindur që do jetë një emision shumë i këndshëm, shumë argëtues dhe shumë informues për ato temë që ne do të trajtojmë, sikur ju e keni parë edhe në njoftimin që ne kemi hedhur në Window Radio. Pra, unë jam Leonardi, live këtu nga studio në Gjermani, në valët Window Radio. Për të gjithë dëgjuesit tanë besnik, po ashtu edhe për dëgjuesit tanë të ri, unë duhet të rikujtoj mundësit se ku mund të ndiqni Window Radio, apo edhe emisionin live që jemi sondes, sikurse edhe çdo emision tjetër. Pra i mund të ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de, në cili është website-i zyrtar i radios, ku mund të lexoni edhe informacionin dhe lajmin e fundit që ne përpiqemi të përzgjellim nga fusha të ndryshme. Po ashtu mund të ndiqni dhe muzikën live 24/7, muzikë përzgjedhur nga DJ Bledi, i cili është DJ dhe tekniku i Window Radio. Po ashtu mund të ndiqni edhe përmes platformave më të mëdha botërore të radioveve, Radio Box si dhe TuneIn. Mjafton që ju të jeni në njërën nga këto platforma, apo të shkarkoni qoftë në Apple Store apo Android Play Store, mund të kërkoni aty Window Radio dhe ne jemi aty. Po ashtu mund të na ndiqni përmes Radio Shqip, e cila është platforma e të gjitha radiove shqiptare. Mund të kërkoni edhe në Google Search, windowradio.de, live, aty është edhe emisioni që ne jemi live tani, përmes faqes zyrtare të Facebookut, windowradio.de, si dhe për të gjitha ata dëgjues dhe miq që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot, ritransmetimi do jetë sot në orën 3 pas mesnatë me orën e Evropës, ose në orën 21 për orën amerikane, dhe në Kanada për miqtë tanë që na ndjekin matan oqeanit. Po ashtu ritransmetim do jetë edhe nesër në orën 13 me orën e Evropës, por gjithmonë vetëm në Window Radio, pra përmes platformave që unë ceka më lart. Nesër emisioni do jetë edhe në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizont Window Radio hapësirë, dhe ju mjafton të bëni një subscribe në YouTube dhe do ju vinë të gjitha njoftimet dhe emisionet tona që ne kemi transmetuar më përpara emisioni sotëm, apo çdo njoftim dhe emisioni i Window Radio. Po ashtu janë edhe disa mundësi tjera për ata që kanë pajisje me Android, mund të shkarkojnë Window Radio dhe mund të ndjekin edhe përmes pajisjeve të tyre. Pra, këto janë disa mundësi, nuk mendoj që janë mundësi të pakta. Unë ju falenderoj të gjithëve përzemërsisht që ju jeni gjithmonë suportues dhe përkrahës të Window Radio. Mbështetja juaj, suporti juaj është ai që ne na ndihmon të ecim, të ngrihemi, po ashtu dhe kritikat tuaja janë të mirëpritura tek ne, sepse përmes kritikës ne mësojmë dhe përpiqemi të ecim. Do kërkoja shumë miqësisht të gjithë miqve tanë të Window Radio të bëjnë një shpërndarje në Facebook, qoftë tek faqet e tyre apo në grupe ku janë të antarësuar, sepse nuk na kushton asgjë një shpërndarje që të kemi sa më shumë miq, sa më shumë bashkëbisedues me njëri tjetrin dhe të shkëmbejmë mendime, ide apo gjithçka që ju keni dëshirë, sepse ne si staf i Window Radio jemi thjesht për ju, pra jemi shërbëtorët tuaj dhe ne do jemi gjithmonë në dispozicionin tuaj. Ju e dini shumë mirë që jam shumë i mirë në monolog,
Por sonde është një emision vërtet interesant, vërtet do jetë i bukur, mendoj, sepse do kemi muzikën, kulturën, artin, dhe sonde kam një person që është personalitet në fushën e muzikës dhe të artit, siç është Luiza Mara, cila ka një jetë që merret me muzikën, dhe ajo në vjen sonde live nga Pogradeci, i bukur nga Pogradeci, i Lazgushit, dhe ne i themi mirëmbrëma zonja Mara. Mirëmbrëma radio. Unë të jam mirënjohës që keni pranuar ftesën tonë, të jeni në bashkëbisedim me mua dhe me audiencën. Është nder për ne të kemi një personalitet si ju dhe të bashkëbisedojmë për të gjithë dëgjuesit tanë. Po, kënaqësi dhe. Unë do të filloj pak ndryshe, ndoshta një pyetje për ju, sa ndjeni veten më shumë, korçare apo pogadecare? Po tani nga tradita janë korçare. Po. Nga anën sociale, kuptohet që janë pogadecare. Sepse kanë pjesën e jetës kanë krijuar familje, janë sociale. Pa diskutim, për thjesht, si thosh, si për fillim bisede dhe si për ngacmim bisede, dhe normalisht ju jeni të dyjave, qoftë Korçës, qoftë Pogradecit. Po dëgjoj, si Korça dhe Pogradeci po thuaj janë si motra me vllai, e kupton? Jemi afër. Edhe po thuaj kemi të njëjtat tradita, domethënë jemi brenda një qarku, brenda një gjuhe. Pa diskutim. Njëjta, me historik përsëri të mbushur. Kështu që po. Pa diskutim. Dhe çfarë, ose ta fillojmë mi fjalë të kuptojmë diçka më tepër që në kohën e hershme të zonjës Luiza, si e kujtoni ju ose çfarë mbani mend nga fillimet tuaja në organizimin apo në muzikë, në afrimimin me muzikën, pra si lindi tek ju që në moshën e hershme, diçka tillë, më fjalë një biografi tuaj për muzikën, për të gjithë ata që janë për herë të parë me ju në bisedë. Po. Dëgjoj, unë në fakt historikun e kam një çik të gjatë. Pasi kam filluar që në moshë të vogël, gati 5 vjeçë kanë qenë kur kam kënduar në festivalet e fëmijëve. Të organizonte qyteti Korçës, ose shtëpia e pionerit i theshin dikur ne, e juve ju kujtohet. Po, patjetër. Domethënë kanë thonë nocionet e qendrave kultur, tani janë për qendra kulturore e fëmijëve apo qendra kulturore e të rriturve. Kështu që tani atëherë ishte shtëpia e pionerit dhe unë kam marrë pjesë që në moshën 5 vjeçë në festivale. Pastaj vazhdoi gradualisht, më sosja muzikës, pastaj më suportoj, më kishte në korin e shkollës, ku organizonim koncertet kuptohet të programit shkollor. Pastaj më dha një ndicje për të vazhduar shkollën e muzikës. Njëkohësisht jo vetëm mësuesja e muzikës, por dhe familja. Pasi unë gjithë ditën këndoja në shtëpi dhe pastaj kështu vazhdoi historiku i muzikës për mua. Se në fakt kur të artit. Po, zënë Mara. Po. Më qofsha gabimun me sa informacion kam unë, apo me sa pata mundësi unë të ndjek diçka nga intervistat tuaja, ka nga e parë për ju ka qenë për partinë, apo ja? Po. Dhe si fëmijë me emocione plot 5 vjeç para në një skenë, ju mbaj fryma tek lulja, apo jo? Në mes të fjalës, në mes të frazës, në mes të fjalës, po fëmijë e vogël re.
Si e mbani mend atë emocion? Nuk ka rëndësi sepse atë gjithë e kemi kënduar partisë, gjithë nuk duhet bëjmë në tash atë pjesën sikur s'kemi qenë. Gjithë kemi qenë edhe kemi qenë detyruar dhe madje kemi pas me dëshirë të këndojmë partisë. Po, dëgjoj. Në çdo etapë që kemi jetuar, kemi bërë nga një histori të gjithë. Pa diskutim. Dhe kemi qenë të detyruar, patjetër, të detyruar. Ne atëherë ndjenim me shpirt, nuk ishte detyrë. Eksakt. Ku dishim me detyrën atë ne thoshim inshallah po na bie kjo partia xhaxhi. Po. Dhe jo më ndryshe se kaq ose jo më keq se kaq kush merrte këngë për partinë e kishte të sigurt çmimin. Çmimin patjetër, kështu që unë mbaj mend edhe dirigjenti duke kënduar, qoftë edhe regjizori apo dhe kompozitori që ishte për këngën, ishte tekstualisht vërtet më ndori festone, unë e menja në mes të frazës dhe para provave generale, më thot dirigjenti ndalon orkestrën, sepse atëherë ka qenë goxha organizim, orkestra ka qenë simfonike, mbaj mend, kori ishte i madh, më falni. Dhe më thot dirigjenti ndaloi dhe thot, dëgjoj Luiza, thot me atë zërin e butë, sepse fëmijëve atëherë ju fitese shumë me ëmbël. Normal. Mos merr frym në mes të fjalës, sepse ndahet fraza në mes. Po u isha fëmijë dhe unë nuk isha diafragmë për ta plotësuar frazën. Patjetër. Isha e vogël dhe nuk e dija se si ishin rregullat e një këngë. Tani kur e thon, është gjë tjetër. Dhe mirë, në prova pastaj generale unë e kam bërë shumë mirë, ama kur dola në festival që ishim live direkt, e kam bërë prapë ashtu me ndërprerje, megjithatë unë mora shumë të parë. Ndoshta nga që ka qenë kënga e partisë. Po patjetër, unë nuk them se unë isha më e mira, patjetër nuk diferencoj veten me shoqet e mia apo me këngëtarët e tjerë. Thjesht që kënga ishte vërtet e bukur, pavarësisht se i kushtohej partisë. Ishte këngë e bukur. Shiko, unë edhe në bazë të intervistës, ose në materialeve që unë përpoqja të nxjerr nga YouTube-i, ju rrillni nga një familje të gjithë artista, këngëtar, piktor, qoftë babai juaj me këngëtar, vllai, mos qofsha gabim me këngëtar, motrat, piktor xhaxhaj etj. Nëse mundesh një përshkrim të shkurtër emocional se si ka qenë familja juaj duke patur kaq shumë artista dhe duke u rritur në mesin e këtyre artistave. Po, shiko. Babai im kanë qenë 10 fëmijë dhe ishin 7 vëllezër dhe 3 motra. Motrat ishin të martuara, hallat e mia. Po kur ne kemi qenë në një shtëpi të madhe, siç rrinin dikur njerëzit, kur një familje të rinin pothuaj bashkë, ne i kishin shtëpitë veç, por kur mbiteshim për darkë, në për mbrëmje, ose darka të ndryshme, mbiteshim të gjithë dhe të gjithë këndonin. Xhaxhai im, xhaxhallarët e mi 2-3 këndonin këngë me hiso, se kanë qenë ka një zonë thellë e Korçës, Opari. Gjyshi im ka qenë mësues i parë i asaj zone dhe ka hapur goxha shkolla, 3-4 shkolla në zonën e Oparit, ka qenë i pari që ka hapur të shkolla. Edhe kur mbiteshim të gjithë, këndonim me hiso. Me hiso, shi. Hiso fonike, nëse Po, patjetër. Dhe këndonim dhe unë si e vogël e mbaj mend te xhaxhai im piktor më shikonte që unë ndërhynja në përzera ose mbanja hiso ose hynja. Babai tim ka kënduar shumë mirë, i binte fyllit, xhaxhai tim fyllit, vllai tim i ka rënë kitarës, motrat e mia dhe këndonin të gjithë në shtëpi me zëra, jo me një zë. I danin zëra në korin e filharmonisë. Sa bukur. Po, edhe kemi kaluar shumë bukur, kemi pasur një fëmijëri të bukur, domethënë. Po. Si mendon ti themi teknikut ton, DJ ton Bledit të japim diçka në një këngë nga repertori juaj dhe pastaj të fillojmë pak më ndryshe, ndoshta edhe bisedën të flasim pak për liceun, për Luizën
hap pas hapi që u rrit dhe të hymë gradualisht në një bisedë pak më ndryshe. Patjetër, po do desha me që iso të këngë me iso, në them të bëjmë një t'i japim i Bledit këngë atë që Raxhiuni dhe Penis, me që se është e lidhim me zonën e Oparit, në Kurbetin, me që ajo zonë ka pasur një histori shumë të pasur me këto tranzicionet që janë bërë në vazhdimsi. Bledi po na ndjek, kështu që shpresoj që ai ka përzgjedhur materialet dhe do ne transmetojnë dhe ne i ndjekim për qefin tonë dhe për qefin e të gjithë dëgjuesve. Atëherë miq,
Kjo ishte kënga që kishim përzgjell nga Luiza Mara, pra nga e ftuara jonë. Por unë do t'ju rikujtoj të gjithë ju dëgjues, kush ka dëshirë për të telefonuar dhe për të përshëndetur të ftuarën tonë, është numri i telefonit, pra numri zyrtar i radios 0049 1762 275 460. Pra, ky është numri që ju mund të telefononi, të hyni live në emision dhe të përshëndetni, apo t'i bëni një surprizë, apo të pyesni diçka të ftuarën. Numrin e keni të shkruar dhe në komentet në Facebook dhe mund ta keni aty. Çfarë roli ka pas liceu zonja Luiza në rolin vokal njerëzor për ju kur keni filluar liceun artistik? Dëgjoj. Liceu artistik ka qenë një formim i kompletuar i anës artistike që unë jam sot. Më ka formuar si në zë, si në ana teknike, si në anën, si të them unë, më ka kompletuar edhe në lidhje me si të them, me anën mësimore muzikore, do të thotë të përdor mirë pianon, të përdor mirë fisarmonikën, do të solfezhin, notat e muzikës, të cilat janë baza për të lexuar një partiturë, më kupton? Patjetër. Ka qenë formimi im profesional patjetër. Aq më tepër që unë studiova për kanto në fakt. Kush ishte shtytja që ju të shkoni tek kantoja, apo pikërisht familja, gjithë familja artiste për... Dëgjoj, shtytja për kanto faktikisht kanë qenë disa, patjetër familja ime para, zotëria im piktor, që ishte shumë i aftë për të dalluar atë talentin që kisha unë. Vokalin. Talentin e para është talenti, veshi muzikës, vokali sa vinte dhe rritej duke studiuar në kanto. Edhe patjetër dhe mësuese muzikës. Vera Cepa quhej. Liceun e keni bërë në Korçë apo në Tiranë? Unë e kam bërë në Korçë. Në Korçë. Duke e pasur shumë afër pse duhet vija deri. Jo, patjetër, okay, po pyes me fjalë ku ka qenë ajo. Po liceu i Korçës Tefta Tashko Koço ka qenë një nga licet ose shkollat e muzikës më të përgatitura dhe më me sukses në atë kohë, sidomos në atë kohë ku kam studiuar unë. Shiko, okay, mbas liceut kush ka qenë pasaj vazhdimi juaj arsimor? Keni vazhduar Akademinë e Arteve apo keni kaluar deg tjetër? Unë do ta them me pak fjalë. Kam konkuruar në kanto, në Akademinë e Arteve, kam fituar, kam filluar shkollën dhe kam ndërprerë për një shkak të një sëmundjeje. Flas për sëmundje tani, sepse dua të mos i kujtoj ato që kam kaluar. Patjetër. Sot jemi për artin dhe sot jemi për të kënaqur. Me pak fjalë. Dhe kam ndërprerë në mes për shkak të një sëmundje normale që kur ndodhin këto gjëra do largohemi patjetër. Jo të heqim dorë komplet, po ka qenë një problem i imi për të cilën shqyr Zoti bëri të mundur që unë ta vazhdoj. Shqyr Zotit do të kërkoj ndjesë edhe për pyetjen ishte totalisht mënyrë natyrale pyetja. Unë uroj që ju jeni mirë dhe fal Zotit që çdo gjë ka kaluar mirë dhe ju vazhdoni të kontribuoni në maksimum. Absolutisht, pastaj me që se doktori më ndaloi që të
të vazhdoj të këndoj të paktën një 10 vjeçar. Vazhdova si u emërova mësuese muzike në një fshat të Korçës. U emërova mësuese muzike dhe vazhdova për shumë vjet, 24 vjet mësuese muzike. Njëkohësisht pas një 10 vjetësh pastaj fillova sigurisht që edhe të këndoj. E kuptoj. Okej. Meqense kaluam tek mësuesia, tek muzika dhe më mirë se ju nuk mund na shpjegoj dikush tjetër, sepse ju keni një përvojë të gjatë, 24 vite mësuese mos qofsha gabim unë. Po. Si shikoni ndryshimin e mësimit të atëhershëm apo të nxënësve të atëhershëm me sistemin e sotshëm? Nuk e di, vazhdoni të jeni akoma në arsim? Nuk jam në arsim, por nga profesionit përsëri, do ta shpjegoj pak më vonë. Po dua ta lidh me ndryshimin që ka pësuar arsimi në kohën kur unë kam dhënë dhe tani. Unë për veten time kam shumë rezerva dhe më vjen shumë keq që muzikës po i hiqet pak nga pak rëndësia. Ose si them vëmendja nga strukturat arsimore, nga shteti. Muzika ishte 2 orë në javë, u bë 1 orë në javë. Një. Që do të thotë, artit për mua, arti nuk është më në nivelin që ka qenë. Dhe aq më tepër dhe mësimdhënia në këtë lënd i ka rënë shumë vlera. Unë e them me bindje të plot, e them me zë të lartë, e kam ngritur sepse sot që nuk ndodhem pranë arsimit, është kjo një nga arsyet kryesore, sepse duke u bërë 1 orë në javë, shumë mësues muzike u dogjën, se nuk do të thotë një orë. Dhe një nga këto isha dhe unë. Gjë që mua më ka mbetur peng mësimdhënia, jo që unë tani akoma jap mësim, por në formë tjetër. Nuk kuptoj. Jap mësimin në formë tjetër, atëherë jep një lëndën e muzikës totalisht, duke filluar që nga notat e muzikës, që nga këngët, që në gjithë programin që kishte Akademia e shkollës, domethënë 9-vjeçarja. Ndërsa sot e jap mësimin në formë tjetër, sot jam mentore e këngës, ose si them, bëj kurset e këngës pranë Qendrës Kulturore Lazgush Poradeci. Dhe që prap jam brenda profesionit, ajo që mua. Ka solfezh sot në këto orë të muzikës në arsim? Është solfezhi, është historia muzikës, ato që kemi pas bërë dikur? Po, është shumë e reduktuar. Por është shumë e reduktuar, por vlen për të dëshiruar, sepse po ti pyesësh nxënësit, po nuk e din mua, solfezhin nuk e njohin asgjë. Thjesht këndojnë nga një këngë dhe nuk ja për rëndësi. Unë mbaj mend që muzikën e kam dhënë me një pasion shumë të madh, sa unë e krahasoja muzikën me matematikën, sepse në muzika përfshihet me hyn, domethënë ka shumë lidhje me fizikën, ka shumë lidhje me matematikën, ka lidhje me biologjin. Po, domethënë ka shumë elemente brenda që përfshihen në muzikë, ka shumë faktorë. Për shembull, ritmi i muzikës ka të bëjë me matematikën, frekuencat e tatit me fizikën, biologjia, 3-4, do 2-4, do 3-4, 4-4, si kanë qenë ato. Po, ndarja simetrike e një ritmi. Me biologjin ka të bëjë me kordat, me frymarrjen, me diafragmën. Patjetër. Kështu që me fizikën patjetër, me frekuencat, me forcën, me shtytjen, me të gjithë. Do të bëj një pyetje pak të rikthehemi pak. Ju keni kënduar serenata në atë kohë pa të parasysh jeni koçare ju vet? Këndoni serenata ose flasin në moshën e re? Dëgjoj. Se kosha mbat për njerëz qefi, për njerëz kulture, Parisi i vogël. Dëgjoj. Po gjete një korçar që mos di të këndoj serenata. Mama prej kokën. Ka shtëpi, nuk ka njerit, mos këndoj serenata, ore ne po i mbjellim serenata të qytete të tjera. Shko në Kukës. Tash e kemi mësuar të gjithë. Po zgjete një korçar që shkon një serenat korçare,
Do të thënë kudo në çdo restorant ku, sepse shqyqyr zoti Shqipëria e ka marrë një traditë tani që në çdo fundjavë vetë dëgjon muzikë qytetare të kënaqet shpirti me kulturën tonë dimensionale, do të thënë me serenatën, me këngën e lehtë, me këngën e përpunuar qytetare, me këngën popullore. Sa jeni e kënaqur sot me muzikën, me artistët, po flasim, sa përruhet ajo tradicionale? Kjo është një temë që është shumë e gjatë, edhe vlen për të dëshiruar, sepse muzika ka kaluar tani është bastarduar, të marrin këngën, e kalojnë në ritme o Zoti i Madh, të përzjera, të përbëra, nga një ritëm autokton. Se s'merret vesh se çfarë këngë është. Po, edhe po i bile mos them, po i kalojnë edhe me tallava. Gjë që mua nuk e di, po nuk po më pëlqen fare se si po tregtohet muzika. Se po bëhet tregti patjetër. Po, pa diskutim, shiko, le të bëhet tregti, por problemi është që të bëhet një tregti e pastër, pra të ruhet ai tabani. Kur them tregti duat përfshi që po bastardohet, se për ta shitur në mënyrën që ata të kenë përfitimet e tyre, po e bastardojnë. Sepse kështu po shkon dhe niveli i njerëzimit, Jo kuptoj. Ja, njerëzimi çfarë dëgjon, çfarë të japësh atë ha. Ne po japim tallava. Si ta ushqesh? Si varet si e ushqejmë ne. Patjetër. Nga vjen kjo, sipas mendimit tuaj, a vjen që ka rënë kjo, pra është reduktuar pjesa e orëve të muzikës në 8 vjeçare, apo nuk ka kritik të mifill të muzikës, nuk ka dirigjent, regjisor, nga vjen? Ka ikur vëmendja e mos them që nga Ministria e Kulturës, e cila nuk vën një tavan në kuptimin se që vëm tavan në ushqimeve, duhet të vëmë një tavan edhe muzikës. Duhet patjetër të bëjmë politika të mirëfillta për të mbijetuar kulturën sonë qytetare të pastër dhe popullore. Të pastër. Tani po e bëjmë rumune muzikën. Rumune, turke, bulgare, këngë shqiptare, turke, këngë shqiptare, greke, këngë shqiptare. Ore, shko në qytetet e tjera, në shtetet e tjera, por nuk dëgjon një këngë shqip. Ktu tek ne dëgjon shtylish muzikë shtrete. Në Greqi nuk dëgjon një këngë shqip. Absolutisht. Nuk dëgjon një këngë të huaj. Dhe shiko, me keqardhje, pra ju brezi juaj qoftë sa më gjatë dhe jetoftë sa më shumë, si e thonë, por me keqardhje unë vëre që kemi fare pak, se s'do të them as pak, po fare pak që e trashëgojnë, si thosh, të pastër këtë tradicionale, kulturën. Po, tradicionale, po. E ke thënë bukur. Do me thëmë, po i dalim fare tradicionales. Unë e vëre edhe ndonjëherë kur këndoj live, sepse unë bëj dhe muzik live, këndoj dhe live, edhe nga njerë më kërkojnë publiku, klientët, më kërkojnë këngë që të cilat unë nuk dua. Më kërkovi dikush Sarile, po ta them po e marrë si shembull, nuk dua ta ofendoj as këngëtarin që e ka bërë bravo. E ka tregun e vetë, atje e ka gjetur veten, kur më kanë kërkuar Sarile, e di se i kanë thënë. Nuk them që nuk di ta bëj, por nuk më përket mua të këndoj këngë të tilla. Po pse dikush ka hedhur te lekun atje se po flas më thjesht dhe më Kjo është problemi. Siç është në realitet, dhe e kam thënë, nuk mund të këndoj këngë të këtij niveli. Nuk më përket mua. Nuk e kam bërë. Kjo është pra problemi i madh, sepse të tillë edhe artistët, tash kemi vazhdimisht themi arti nuk paguhet, kultura nuk paguhet, etj, mi fjalë kanë këto problemet ekonomike. Por edhe vetë artistët duhet të jenë pak më strikt, mendoj, mi fjalë në disa gjëra, më selektiv. Më selektiv, po.
Unë jam munduar të mbaj atë traditën, ose si të them unë, pavarësisht sepse njerëzit e do kërcejnë, njerëzit e do frejnë, patjetër. Po patjetër. Por jo ta bastardoj, jo, unë e sjell në mënyrën ashtu siç ka qenë, pak më të zhvilluar ose pak më të përpunuar, por jo të bastarduar asnjëherë. Nuk e pranoj vetes. Dhe jam një ndër këngëtarët, kështu siç kam dëgjuar për veten time, jo se e them për të rritur vlerat e mia, po jam një ndër këngëtarët që e kam ruajtur atë traditën e staturën tënde, me të nuk e ke ruajtur staturën tënde të këngës të artistit, ajo që ty të bie më mirë për shtat, si e thonë. Shiko, me sa info kam unë, ju keni qenë e para këngëtare grua që keni kënduar live në Korçë, në Pogadec, nuk e di tani. Në Pogadec. Dhe pak ato emocionet, sepse kemi parasysh se si është edhe shoqëria jonë, dhe aq më tepër në kohë më përpara, para disa viteve ka qenë edhe prapë edhe më ndryshe. Si ishin ato emocionet, suportet, thashë themet, ku diun? Po, dëgjoj. E kam thënë dhe në një intervistë tjetër, dhe jo vetëm në një, po. E kam ngritur dhe me zë të lartë, sepse jam lënduar, jam prekur si familje, më kupton? Por ka qenë ajo, dale kjo ka qenë mësuese, kjo nga u bë këngëtare. Shikoni kur këndonja tek Lule, sepse u filloi muzika live të bëhej në për jashtë në natyrë, në për restorante, të cilët pajtoheshim ne me një farë kardë, me një farë roge, dhe mua më interesonte jo ajo roga që më jase që është shumë modeste, që nuk ja vlen të shkonte, me thënë drejtën, se sa më interesonte që unë të jep një diçka për artin dhe të thyenja atë tabunë që këtu në Pogradec ka qenë ndonin vetëm burra, djem. Sikudo në Shqipëri. Sikudo në Shqipëri, dhe kur kam ardhur nga Korça me një kulturë ndryshe nga Pogradecare, sepse në Pogradec kam gjetur një terren të vështirë për sa i përket artit. Kam gjetur një terren shumë të vështirë, pa asnjë mbështetje, pa asnjë menaxher. Asnjë menaxher, me thënë të drejtën. Thjesht ka qenë një rastësi që unë kam kënduar aty, sepse dikush nuk më njifte, asnjëherë nuk më njifte në Pogradec. Dhe ka qenë shumë e rastësishme që unë kam kënduar dhe kam thyer tabun e para në Pogradec. Por kam pasur mbështetje familjen e burrit, patjetër. Kam pasur shumë mbështetje burin të parin, burin të bashortit tim. Po përshëndesim, nuk diskutohet, po nuk qe bashorti, me fjalë, ose po nuk qe familja shumë vështirë të ecësh, të bësh karrierë. Ka përtuar shumë. Domethënë ka qenë merita e tij, sepse në fund të fundit ishte ai që përjetonte thashë teme. Po diskutim, duke pasur parasysh shoqërinë tonë. Por unë kam qenë me shumë rregulla strikte për jetën time dhe për familjes time, patjetër. Si pe Korçë. Peko. Do të them, në 61-shin, kur u prish Shqipëria me Bashkimin Sovjetik, doli një urdhër atëherë që të gjitha gratë ruse duhej të ktheheshin mbrapsht, me fjalë të divorcoheshin. Dhe unë jam shkodran, dhe tek Radio Shkodra, në Shkodër, ka qenë gjithmonë si thush linja autobusave të Tiranës. Dhe në mëngjes ishin bashkuar këta çiftet të po qanin aty sepse do ndashin. Po patjetër. Dhe vjen një shkodran, po ishte mëngjes herët, edhe thot, "Çka kanol, mor burra", thot, "Pse po qani?" Lana thot, "Se ke marrë vesh?" "Po pse? Jemi prish thot me Bashkimin Sovjetik edhe duhet me kthy gratë." "Po mirë mor", thot ky, "Pash zotën, a dini gjë?" thot, "Kur na prishin marrëdhëniet me Korçën?" Se kishte grunë korçarek. Në një intervistë tuaj, më bëri diçka përshtypje dhe më pëlqeu.
Ju keni thënë që kur keni ardhur në Përgadec, para thatë edhe tani në fillim, që ka qenë një terren i vështirë, edhe pse në krye të bisedës më thë që Përgadeci dhe Korça janë brenda një qarku, po për ju kur keni ardhur në Përgadec, ju është duk një terren i vështirë, gati një terren i panjohur. Po. Dhe vjerri juaj, nëse nuk jeton pas rahmet, në fjalë nëse është gjallë, qoftë me jetë, ndjes, ju ka treguar dyqanet, ju ka treguar vendin, ju ka treguar shumë gjëra dhe ju jeni bërë janë vis shtëpiake, pra punë, shtëpi, mësuese, shtëpi, tjetër. Dhe mos qofsha gabim, Xhufi ka qenë ai i pari, Profesor Xhufi, që ju ka dhënë atë shtytjen për të dalë në muzikë, pra për të njohur dhe në Përgadec. Dhe na thuash diçka për këto? Patjetër, shiko, duke qenë se unë isha mësuese në një fshat këtu në Përgadec, dhe organizonim koncertet brenda shkollës për aktivitetet kryesore, festat e nëndorit, 8 marsi, këto ditët e shënuara. Unë nuk isha një orkestër për të më shoqëruar, e kupton? Kisha bërë provat me nxënësit dhe kërkoj ndihmë tek muzikantët në Përgadec dhe më thonë që është një Jovan Shuke. Jovani është profesori i cili sot është udhëheqës artistik i grupit Nostalgjia, i cili vjen me një filharmonik dhe më shoqëron korin e shkollës. Dhe duke parë që u bë koncerti, e shikon që koncerti doli shumë i bukur, do me thënë me ato syrin që e shikoj unë. Nuk kuptoj. Unë nderova, do të thotë, dhe pasi kisha punuar vërtet fort, dhe më thotë, Luiza thotë, sa bukur ke punuar, thotë, bravo, thotë, aq më tepër në një fshat që nuk janë aq mirë kushtet. I thash unë mundohem tash të jap më të mirën për nxënësit e mi, megjithatë, unë mblodhëm pastaj mbas koncertit, bëm një drek aty me mësuesët, si një fest nuk e mbaj mend, duket festat e nëndorit, dhe aty kemi kënduar për qefin tonë, dhe duke më dëgjuar, tha, ua, thot Luiza, po ju këndoni bukur, thot, jove, merrni me këngën apo jo? Jo, i thash, pasi i kam fëmijët e vegjël, i thash, sa kam marrur në Përgadec, thash, jam përkushtuar familjes, punës, i thash, dhe nuk kam pasur kohë me thënë drejtën të merre me këtë gjë. Dhe më thot, po mirë, thot, nëse unë të bëj një ftesë për te grupi Nostalgjia, ti je gatshme të vish, thot, sepse që në këtë soprano, ose më dëgjovi ti këndonin. Po patjetër që ti ke rënë sy, sepse ti ke qenë tamam me fushës. Po patjetër, dhe faktikisht unë me shtrire isha soprano, bile koloratur kam qenë. Dhe më thotë, po pse jo, thotë, të na pasurosh në grupin artistik. Po mirë, thash ta provojmë, thash unë, megjithatë do bisedoj në familje, sepse unë çdo gjë e kam bërë në mirë kuptim me bashkëshortin tim. Dhe kështu vendosa, vazhdova, më pranoi, që atyre pastaj filloi kjo. Vazhdoj ajo, me fjalë Luiza në rrugën e saja, nëse themi kështu. Pra e gjeti rrugën edhe në Përgadec. Si mendon të bëj pak pushim edhe me një pikë tjetër muzikore? Patjetër. Bledi, rradha për ty bos.
Luma I njeri mirë që më sheh e më kupton. Luma I njeri mirë që më sheh e më beson. Vetë unë s'ka mirë luma I që më beson. Vetë unë s'ka mirë luma I që më beson. Atëherë miq, rikthehemi në transmetim, pra dëgjuam këto tre këngë, pra tërgjim më falin mua sepse unë nuk jam shumë I mirë tek pjesa e këngës, por kjo serenata më pëlqeu vërtet shumë dhe edhe ato dy këngë të para shumë bukura, por serenatat janë vërtet gjë e veçantë. Për të gjithë miqt dhe ju dëgjues që keni dëshirë të hyni live, të përshëndetni të ftuarën tonë dhe të bëni një përshëndetje, një urim apo një pyetje apo një surprizë, mund të telefononi përmes numrit 004 917 227 460. Pra, vetëm përmes WhatsAppit mund të telefononi në këtë numër, numrin e keni të shkruar dhe në komente në Facebook dhe kush ka dëshirë mund të telefonoj. Luiza, ndoshëm këtë pika muzikore të përzgjedhura nga ne. Por dua, ju mos qofsha gabim, e keni dhe titullin Mjeshtre e muzikës. Po. Më duket se kemi telefonate, mirë presim. Alo? Alo, si jeni? Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Po, me kë flasim, nëse doni të prezantoheni, apo mikrofoni është për ju. Unë jam një kliente që kam dëgjuar këngëtaren që keni të ftuar. Dhe disha shumë e lumtur ti I thoja diçka. Më pëlqen shumë zëri I saj. Edhe Zëri njohur. që e doa shumë. Tash për e duam edhe ne shumë, me fjalë edhe ne, por na pëlqen shumë zëri I saj. Kjo është vajza ime më duket. Po fol. E kuptoj. Kjo është një surprizë e bërë nga Bledi dhe Flavia, mos qofsha gabim. Po. Flavia. Ju falenderoj shumë. Përshëndetje mami. Përshëndet shumë. Më emocionove. Të dua shumë. Të kam Të kam zemër. shoqen në kritiken më të mirë. Dhe unë të kam kritiken më të mirë. Edhe të falenderoj shumë për gjithçka që bën për ne. Edhe kaq tani të dua shumë. Faleminderit. Si është mami në shtëpi? Shkon duke kënduar nëpër shtëpi apo rrin duke kritikuar? Gjithë ditën, I kam nga të dyja nga pak. Edhe kritikon, edhe këndon. Shumë bukur. Ty cilat të pëlqejnë më shumë? Kritikat apo kënga? Të dyja, ti e di. Ta zemra ime. Po Luiza, kjo ishte një surprizë, kështu që çfarë mund të thoni Flavies live? Ja, çfarë mund të them. Më vjen keq që ka humbur është këngëtare, sepse ka qenë në të çdo hap që më ka hedhur në art, që ditën që ajo ka lindur, ka qenë pranë meje, këndon shumë bukur, ka vesh absolut, këndon shumë bukur, por një rrugë tjetër, rrugën e teatrit, u bë mjeke veterinere, vazhdon. Urime. Mjek veteriner. Dhe ajo ndoqi rrugën, nuk ndikua nga ne fakt. Vajza gjithmonë janë të dashura për babain, janë të drejtuara drejt babait, kështu që nuk është asgjë e çuditshme. Është e vërtetë.
Flavia, të falenderoj shumë, të jam shumë mirënjohës për ndërhyrjen tënde dhe të uroj suksese në jetë dhe në fushën që ti ke zgjell. Shumë faleminderit dhe juve edhe Bledi që Ta mundësoj, ë? faleminderit. Që ma mundësoj, Faleminderit shumë. Rafsh. Atë Luiza, kjo ishte Flavia, Surpriza me. një surprizë bërë nga Bledi në bashkëpunim me Flavian, kështu që shpresoj që edhe për ju ka qenë një surprizë e bukur, siç ju e përjetuat dhe pe e thoni. Patjetër. Po? Po thoshim, pra me sa kam unë info, ju keni edhe titullin apo si quhet dekoratën, gradën, mjeshtër e muzikës. Sa ju vë para përgjithësisë ky titull? Po, patjetër që më vë përpara përgjithësisë, më vë në pozita pune më të jap më të mirë e mundshme për brezat, për brezat që vinë, po përgatit për talentet e reja. Patjetër. Dhe jap më të pamundura. E kuptoj. Shiko, ju keni rreth 4 dekada që këndoni, në pak a shumë ne edhe e cekëm më përpara, po si ka evoluar muzika? Pra ne e cekëm të ndryshimi tradicional të kjo, por e shihni ka evolim apo jemi kthyer mbrapa? Shiko, që të thuash evolim, patjetër që ka evolim, por më pëlqen shumë kjo që jemi kthyer mbrapa. Ka mirë të ktheheshim mbrapa. E kupton ku dua të dalë në trajtim. Ka mirë që të ktheheshim mbrapa. Sepse duke shkuar përpara, ne vërtet po zhvillohet muzika, po ka hyrë kjo këto mjetet elektronike, të cilat po i bëjnë muzikantët robot. Nuk po luajnë me orkestër të gjallë. Po luajnë po bëhemi robot, më kupton? Futa i një organo aty, edhe bën gjithë zërat, edhe del një muzikë që nuk është tradicionale, nuk është muzikë e pastër, nuk është live. Po live tash besoj se mund të jenë shumë pak këngëtarë që këndojnë live-in, ka dalë këtë playback që janë të tash. Besoj se shumë pak. Jo, nuk më kuptove. Muzika po shkon drejt rënjes. Sepse po eliminohen instrumentat. Për shembull llauta, çiftelia, mandolina, buzuku, po klarineta, akoma nuk është zvendësuar klarineta, po me sa shikoj unë edhe klarinetën do ta zvendësoj. Që do të thotë, sot me një organo shkon për muzik live, kur ndërkohë mund të përdoreshin dhe instrumentat e tjera, bateria e tjera. Bateria mendoj që është eliminuar fare, apo jo? Po, dhe e kupton kur dua të dalë? Sa mirë se ishim mbrapa dhe një herë. Sepse muzika ishte muzikë. Dhe pastaj të vjente këngëtari, vjen i kompletuar, vjen i kënaqur me këngën e tij. I kompletuar, i plotësuar, si të them. Po të thotë. Po kupton? Cili është zhanri i muzikës që ju e keni më për shpirt, më afër apo që e doni më shumë? Shiko. Përveç këngës klasike që unë e pëlqej shumë sepse edhe për ashtu ka mbaruar. Soprano, përveç asaj unë pëlqej këngën qytetare. Që duke përfshirë dhe serenatën. Dhe kënga qytetare, në këngën qytetare hyn dhe serenata. Pa diskutim. Dhe mua do më pëlqente shumë, edhe tek fëmijët dhe nxënësit që përgatitun të kënduar, ja munduar që të fut dhe rrymën popullore, dhe rrymën e përpunuar, këngën qytetare, serenatën. Domethënë kam dashur që tek ta të rinj të kultivoj arkivën
e vjetër, arkiv tradicionale, më kupton? Kuptoj. Jam munduar, do më thënë, shumë për shumë me këtë ngulje. Plus që palën në një me këngën moderne, këngën e zhvilluar që ata e kapin më së miri. Po, pa diskutim tani, se nuk i shmangemi dot me fjalë dhe kësaj modernës, por sa mund të përcjellim atë tradicionale është e rëndësishme, sa mund ta përcjellim, se modernja është. Patjetër. Jo, nëse të punuam ne, pastaj na mori lumi. Pa diskutim. Okej, ne ju ndoqëm kështu me këto pikat muzikore. Keni mundësi të na thoni diçka live, të na këndoni diçka live, historifni diçka? Bëja atje Shkodran, dhe me Po për ta masën. Me Shkodrane, ndoshta edhe me Korçare, sepse e di ti që Shkodranët dhe Korçarët shkojnë shumë? Jo, shkojmë shumë bilës edhe si qytet kanë pas gjithmonë marrëdhënie të mira, dhe kanë qenë jo se jemi ne Shkodër, Korçë, por në përgjithësi kanë qenë janë mbajtur si qytetet të kulturës, të artit. Po. Dëgjoj. Edhe Pogradecarët janë njerëz shumë të mirë. Janë shumë artista. Dhe Pogradeci mbahet, por më shumë Pogradeci mbahet për piktor. Edhe për poezi ndoshta duke patur parasysh me fjalë për artin e të shkruar, letërsinë duke patur parasysh Lazgushin, Mitur Shkutelin. Ne kemi dy legjendat. Kështu që nuk do ta veçonja edhe Pogradecin patjetër, sepse tani unë jam pogradecare. E ndjej veten. Do të thënë jam pogradecare. Ja bëri shefin burrit. Si më the? Ja bëri shefin burrit. Burri e kam Pogradeci. Burri im është kolonjar, është nga Erseka, brenda nga qyteti. Po si mbaroi shkollën e lartë për mjekësi veterinare, u emëruan Pogradec dhe ngeli këtu dhe unë këtu e kam gjetur burin. Kështu që Aha, okej. Atë për kënaqësinë tuaj. I fjalë Pogradecin e pasi kështu si fush asianse, se s'e keni nga Pogradeci asnjëri. Po. Respekte për ju, respekte. Atëre, po të them disa fraza. Qile zemra në plot kujtime, qile zemra në plot kujtime, qilo pramo i lulja ime, qilo pramo i lulja ime, ajde lule, Veja lule, ajde lule, beja lule. Të jam shumë mirënjohës, shumë faleminderit. Ky Korçare pastaj, kur nata Korçën e mbulon, dhe kafen e të mbushet plot, atje që në zemra ime dhe vajton, dhe raki kërkon. E të tjera, ndërsa për Pogradecin. Ka këngë Pogradeci? Varka, po nisena, për te limani, ngrini flamurin të udhëtojmë, ishte një vajzë, bashk me një djalë, dale varka gjin, të vim dhe ne. Të Pogradeci kanë me varka, me kështu të? Po. Shikoj, mi fjalë ju jeni pranë qendrës kulturore Lazgush Poradeci, si këngëtar aty? Si ndjeni pranë kësaj qendre? Po, patjetër. Duke patur parasysh jo thjesht ju si individ, pa duke patur parasysh punën, duke patur parasysh aktivitetet që ka kjo qendër. Shiko, po flas në përgjithësi. Jemi një qendër e kompletuar, jemi një qendër që kemi ngritur shumë lart artin pogradecar nëpërmjet artit që bëjmë ne,
nëpërmjet gjithë grupit, të cilët jemi të gjithë përfshirë, sidomos në stinën e verës, jemi pothuaj çdo ditë muzikë live tek Odeoni. Kemi neve një qendër kulture pranë liçenit, ose pranë sheshit të Trëndafilave. Nuk e di a keni qenë së fundmi në Kam qenë si vizitor në Përgatec para 3 vite, Përgatec Korç. Po. Edhe është shumë bukur Përgateci. Pamje shumë të bukur. Do me thënë, këtu zjen muzika, sidomos në verë, po dhe tani ne kemi disa festa kryesore që vërtet bëjnë një honë në të gjithë Shqipëri. Janë festa të cilat janë mbeten tradicionale, festa e Kulaçit në zonën e Mokrës, kemi festën e verërave të pijes dhe të gështenjës. Po, ka qenë mos qofsh e gabim në Vjesht kjo? Është në Dhjetor. Në Dhjetor. E vera hidhet në Vjesht dhe bëhet në dimër. Çfarë pinë përgatëcarët më shumë? Verë apo raki? Verë dhe raki. Po verën e kanë. E kanë shumë përgatëcarët, Për pije, pastaj peshku kuptohet. Po peshku normal. Të korrani nga peshqit e rrallë në botë. Zënia Luiza, ne kemi përgatitur dhe një surprizë për ju. Kështu që ftoj Bledin të ndjekim surprizën. Të puna. Për të fut në shërë, po i bëjmë këto gjëra, që të futë në shërë me Bledin. Okej, desa Bledi ta ketë gati surprizën. Sa është, do thosha, sa janë të afruar pranë kësaj qendre? Është qendër thjesht për fëmijë, për adoleshent, për të rinj, pra kush është kjo qendra Lazgush Përgateci? Jo, nuk është qendër për fëmijë. Këtu në Përgatec janë 2 qendra kulturore. Njëra është për fëmijë dhe njëra është për të rriturit. Pallat Kulture dikur. Ne jemi Pallati Kulturës dikur. Kuptove? Po tani kemi qendra kulturore Lazgush Përgatec. Jemi një staf që kemi koreograf, kemi instrumentist, kemi këngëtar, kemi piktor. Interesi si është? Okej, si është interesi i rinis? Afrohen të rinj? Po, shiko tani. Unë, përveç emërimit që ne kemi, secili sipas profileve, ne na ka ngarkuar Këshilli Bashkiak të organizojmë dhe kurse profesional, për shembull unë bëj të kantos, dikush të pianos, dikush të kitarës, dikush të fishharmonikës, dikush të kërcimit, të të ballës popullore dhe të modernes, baletit. Do të thënë jemi të kompletuar. Dhe ne i bëjmë këto kurse për arsye për të lënë breza të përgatitur për të nxjerrë në paf talentet e reja. Shumë interesante. Punojmë dhe me moshat të rinjt e shkollave. Organizojmë me gjimnaze, domethënë. Organizojmë shpeshherë koncerte me këto. Blendi, nëse jemi gati me surprizën, nëse kemi gati ti mund ta lançosh kur të duash. Kështu që ne ty presim, nëse je gati, ose ne vazhdojmë me bisedën tonë. Po. Okej.
Duke patur parasysh sot po Bledi të bëhet gati ne vazhdojmë pak me bisedën tonë dhe duke patur parasysh që një jetë e tërë në art, në muzikë. Tani çfarë kishim surprizë vajzën tuaj? Çfarë prirje kanë fëmijët dhe sa vështirë ka qenë mi fjalë një nën të rrisë edhe fëmijë të jetë edhe bashortë, pra t'i ketë të gjitha dhe të ecë kaq shumë me muzikën. Sa vështirë është për një grua shqiptare? Shiko, në që se nuk bie dashuri me profesioni, asnjëherë nuk bëhesh dikush. Unë nuk them që kam arritur majat, absolutisht. Kam shumë për të bërë, edhe pse moshën e kam tani pak për të dëshiruar. Unë jam akoma në momentet që dua të punoj, dua të jap midis familjes, kam qenë midis fëmijëve, edukimit të fëmijëve, kam qenë midis profesionit tim dhe njëkohësisht dhe punës në shtet. Kam qenë dhe në puna private. Unë e kam bërë më së miri për shkak sepse kam pasur krah të fortë bashkëshortin tim i cili më ka ndihmuar dhe në familje. Patjetër. Më ka ndihmuar pjesën, e kupton? Kur unë vonohem, ai merret me fëmijët. Patjetër. Kuptoj. Më kupton? Ne kemi jetë paralelisht në të gjitha gjërat bashkë. E kuptua çfarë do? E kuptoj shumë drejt. Po ndjek me vëmendje. Dhe kjo më ka bërë që unë edhe lodhjen të mos e ndjej. Sepse nuk është kollaj të këndosh live 4-5 orë. Patjetër. Doj çdo mbrëmje 4-5 orë pa asnjë moment shkëputje. Edhe janë edhe përgatitjet, provat, sepse nuk shkon direkt atje pasi provë, pasi përgatitje. Jo, atje nuk e kam problem. Provat më shumë bëjnë me puna në shtet këtu te qendra kulturore. Këtu është orari zyrtar dhe je detyruar të rish aty, të studiosh, të punosh, të merresh me fëmijët. E kupton, dhe aty është një ngarkesë, vjen në shtëpi, drejka, darka, do lash, do e kurosësh, pavarësisht se ke edhe një ndihmë në shtëpi. Do edukosh, kur ishin fëmijët e vegjël, i menaxhoja njëkohësisht duke qenë se unë isha mësuese, i ndihmoja dhe për mësime, kam qenë pak gjermane, triqe mos këput, e ke parasysh. Edhe i u bërtisna nga njerë, po nga njerë dhe i menja me të mirë. Nuk kam dikuar në zgjedhjen e profesioneve të tyre. Më thënë, ka qenë një punë që ka ecur paralelisht dhe jam shumë e lumtur dhe e kënaqur sepse fëmijët më kanë marrë një rrugë të mirë. Kjo është rëndësishme për çdo prind, kur fëmia ecën dhe shikon fëmin që po patjetër. Edhe kokën e aspekt dhe më zgjumi lehtë për shkak se fëmijët nuk më kanë sjell asnjë problem të vogël. Kur them asnjë problem, asnjë problem. Kanë ecur dhe me shkollën. Ju urojmë sukses edhe kjo është kënaqësia më e madhe për çdo prind, besoj, me fjalë, është fluturia më e madhe. Dgjoj, do them edhe një gjë, nëse ne nuk edukojmë fëmijët tanë do marrin shokut apo shoqet e tyre. Çfarë kusur kanë fëmijët e botës, të vuajnë nga fëmijët që ne nuk i kemi edukuar. Po kjo është pa diskutim që duhet jetë përgjegjësia çdo prindi, sepse duke edukuar fëmijët tanë, secili fëmijën e vet, normalisht do kemi një shoqëri më të denjë, një shoqëri më të mirë. Por këtë jam shumë e lumtur. Domethënë kjo është e vetmja arritje që i gëzoj më së shumti. Besoj ky është titulli më i lartë që ju i vini vetes. Patjetër. Fëmijët, ose unë djalin e kam të martuar, dhe nusja është artiste, është soprano dhe ajo. Shumë bukur. E kam pasur ndëm se... Jeni në konkurencë, nusë vjerë? Jo, absolutisht. Ajo pyetje të larta, unë nuk i gëzojmë do të këndon kaq bukur, është kaq e ëmbël, është kaq... Dhe ajo më falenderon për sjelljen ose marrëdhënien që ka krijuar me djalin tim. E thot, ty të falenderoj më shumë, thot, për edukatën që i ke dhënë djalit. Që u gëzoj, thot. Të kthehemi pak përsëri ose
tek Përgadeci, aty ku ju jetoni dhe keni veprimtarinë tuaj. Si mendon, ka talente të rinj Përgadeci? Ose më qartë, po trashigoni talente të rinj? Po, unë nuk e di si mund të realizojmë një diçka tjetër. Unë së shpejti kam koncertin e fëmijëve, të cilët unë përgatit që i mësoj për të kënduar, që u bëj kursin e këngës. Dhe të gjithë fëmijët i kam shumë të talentuar. Unë i promovoj në 3-4 muaj një herë, i nxjerr në skenë, i nxjerr përpara qytetit, i promovoj, po nuk janë vetëm këta, kanë nxjerr dhe breza që kanë mbaruar artet, që kanë bërë emër në Përgadeci ka shumë talente. Përgadeci ka shumë talente. Besoj se edhe për ju është, jo thjesht edhe për ty si Luiza, por komplet për stafin tuaj, për punën tuaj, që trashigoni një brez tjetër. Po krenohem me këto talente, krenohem me punën e të gjithë muzikantëve që merren me nxjerrjen e talenteve të reja. Nuk kupton? Nuk është se unë burem me punën time, jo, absolutisht. Unë burem me të gjithë ata që bëjnë për Përgadeci. Bëjnë për qytetin e të mi. Atëherë, zonja Luiza, kalojmë tek surpriza, sepse Bledi më duket se ka gati dhe ta ndjekim, shpresoj që t'ju pëlqejë dhe juve.
vares prendes da, o tregat malit kauba, o një vares në shunda, o herë me bare no, nani o, e shoqet rosimo, nani o, shaka spon veshet o, nani o, le vart po qeshet o, nani o, tregat malit kauba, o një vares prendes da, o tregat malit kauba, o një vares në shunda. I këndovë zëmra. Kush ishte zonja Luiza? Kjo se ajo që fola pak parë Nuse djalit. Pra, ju nuk keni konkurencë vjeher nuse, me fjalë. Jo, po të shtua. Unë dua ta shikoj në skenat më të mëdhaja. Ajo sot ndodhet në Gjermanisht, në Frankfurt, në periferi të Frankfurtit. Përshëndesim. Është regjistruar aty, është pranuar në një kor teatri operash dhe vazhdon një herë në javë. Është e jashtme sot për sot, me perspektivë se një vit s'ka bërë një vit që ka shkuar. Ju urojmë suksese me zëmër, ju urojmë suksese. Edhe inshallah ka suksese patjetër, mezi e presim. Është pranuar me sot për sot me këtë honorar. Pastaj të shoh. Ju urojmë suksese dhe këtu nga ku kemi studio ne jemi rreth 300 km larg në Frankfurtin dhe urojmë me zemër suksese dhe lart e më lart. Po, shiko, ajo ngritja e zërit, si ndoshta nuk di ta them tamam, po ajo ngritja e zërit që bëhet në këto oprat, sa e vështirë është, Luiza? Nuk është e vështirë. Është një punë e gjatë, është një punë... Do shumë frymë ajo, do shumë... është një punë që do kohën e vetë të arrijet deri në atë pikë. Patjetër. E përditshme. E përditshme dhe për shumë vite. Që të arrish në atë. Besoj se ky lloj zhanri mi fjalë do punë të përditshme dhe të vazhdueshme. Po, është soprano. Soprano, pra do atë kultivimin e përditshëm. Shiko, sa vështirë është sot, zonja Luiza, të kuptosh shijet e të rinjve? Është shumë e vështirë. Shiko, në qoftë se familjet ose prindrit nuk bëjnë të mundur dëgjimin e veprave të tilla, patjetër që do kemi mungesë. Patjetër. Kultivimi të këtij lloji. Kështu që unë mundohem të flas me prindrit që të bëjnë të mundur që fëmijët të dëgjojnë muzikë të pastër, muzikë klasike, muzikë tradicionale, atë që folëm pak më parë. Kupton? Dhe nëse ne nuk e bëjmë tradit ose nuk përdori politika të tilla, detyrimisht do kaloj muzika në këto komercialet, në këto që folëm në muzikën bastard. Si mendon ti dëgjojmë edhe dy pika muzikore tuaja? Patjetër. Mas tyre surprizave, mas tyre të dëgjojmë diçka sërish nga ju. Surpriza dytë më pëlqeu shumë. Po, jemi munduar që të bëjmë diçka ndryshe për ju, pa të gjejmë diçka që të bëjmë emisioni sa më të këndshëm dhe shpresoj që edhe ti mos të jesh mërzitur me mua, po të kemi edhe herë të tjera në emisione të tjera. Patjetër, do ta dëshiroja, ta kisha me fëmijët, me nxënësit e mi. Patjetër, atje kemi Bledin e din që është tekniku i radios, dhe edhe mund të regjistrojmë një emision me ju atje, me fëmijët, me krejt atje dhe ne transmetojmë në një kohë të përshtatshme edhe në radio.
Patjetër. Do ishte kënaqësi për mua. Ju falenderoj shumë edhe për ne është një vlerë shtuar kur ju kërkoni apo na jepni suport, na jepni bashkëpunim, pra sepse ne jemi media re, jemi në diasporë që përpiqemi aq sa mundemi të japim diçka për vendin tonë apo për njerëzit në diasporë, për gjithë ata që jetojnë në emigracion. Bledi, edhe 2 pika muzikore nëse i kemi të zonjës Luiza Mara, të ndjekim me kënaqësi për dëgjuesit.
Atëherë, të nderuar miq, kthehemi në transmetim pas këtyre dy serenatave që dëgjuam nga e ftuara jon, pra nga zonja Luiza Mara, të cilën falenderojmë shumë që na ka nderuar sonte në emision. Dhe unë do mirëpres një telefonat të radhës ku i themi mirëmbrëma. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Unë po dëgjoja emisionin tuaj. Ju falenderoj shumë. Edhe doja ta përshëndesja të ftuarën. Shumë falenderoj të nderuar. Ju falenderoj shumë. Po? Shoqja kolege, përshëndetje. Po, e di kujti. Unë Jemi vetë të shpresoj gjëra, të jesh kënaqur me këto surprizat që unë pata mundësi të përgatis për këtë emisionin këtu. Po, faleminderit. Edhe po i thoja Flavias që parë që do na i shkuli veshët Luiza, edhe ti e the aty, po unë po të them që nesër nuk do jem në punë, kështu që i shpëtova kësaj radhe dënimit. Gjë tënë nuk shiheni ju. Drejt të tjera. Po, Unë ti e ke ndjek, po Luiza na kërkoi edhe në transmetim një fjalë që të bëhet një emision me fëmijët me qendrën atje ku punon Luiza, këtë që duhet ta kesh parasysh për se këtë na gjë ka desha të flas. kërkuar publikisht. Po, patjetër, unë për këtë gjë desha të flas për Luizën. Është një nga njerëzit më të talentuar këtu në Pogradec për sa i përket fushës muzikës. Edhe unë kam rreth një vit që po punoj në qendrën multifunksionale të Pogradecit, e cila përfshin edhe qendrën kulturore, Dasgush Poradeci. Edhe gjatë këtij një viti e pak kam parë punën e bukur që bëhet aty me fëmijët përgjithsisht, edhe punën që bën Luiza veçanërisht që e kemi të ftuar sonte në emision. Punon jashtë mase me fëmijët, i përgatit në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe nuk e di domethënë koncertet kur organizohen është një punë kolosale them që bëhet aty. Edhe Luiza të përgëzoj publikisht për punën që ti bën. Bravo. Është gjë e bukur, është gjë e bukur kur është kjo sjellje brenda kolegësh, kur janë këto komunikime kaq të qarta, të pastërta brenda kolegësh. Dëgjoj. Bletin e falenderoj për lustrat që më bën, se nuk jam kaq e mirë. Nuk jam kaq e mirë. Por desha të them se ne punojmë vetëm edhe i staf. E dini juve që dhe Bletin e kemi këngëtar të mirë? Shi. Po, Që nuk do të në fakt. Këtë nuk e di. Ja të thosh, ndoshta do kemi një fragment në një emision tjetër, do kemi një fragment bashkë dhe do ta promovojmë edhe këtë pjesë. Bledi, pse s'na ke thënë Bledi këtë, shë? Shë si dalin, Shiko. shë si dalin sekretet. Shiko, Po dalë sekretet, duke rëmuar ka shumë gjëra. Shiko, Nardi kanë qenë dy miq, se ti dishim për këto barceletat jam një çik. Bëni të mundur të dalin shumë gjëra tjenë. Bledi më fal. Po, s'ka problem, po vazhdo Luiza. Po them këtë që e kemi dhe Bledin artist. Po. Jo, unë po i thoja Nardit me që tha pse s'ke treguar që je këngëtar. Dhe po i thoja kanë qenë dy miq, të cilët po udhtonin në një rrugë dhe aty ishte një rrugë pa krye që s'kishte dalje tjetër, edhe i thot pasagjeri, shoferit i thot, pse u fute këtu? Thot, këtu s'ka rrugë. Po ti e di që s'ka rrugë? Po, tha, ky e di. Po pse s'më the, i tha, ky ti s'më pyet, edhe unë s'të thash që s'ka rrugë, e kupton? Po mirë. Edhe ti shok, s'më ke pyetur, edhe unë s'kam treguar. Dhe që mua fundja më ka interesuar pjesa e teknikës, pjesa e DJ-it, pjesa pse si të bëjmë sa më mirë emisione, si të ngrejmë radio sa më mirë, kështu që si mirë këtë pjesë, por më duket se së shpeti do jesh edhe ti një nga të ftuarit në emisionet Horizont. Me pasur shumë për të thënë. E meriton. Dëgjoj, Bledi përveç artist është
është i gatshëm te qendra jon, i gatshëm për të paktën për këto mjetet informatike e gatshëm. Po ndaj jo kemi marrë edhe ne si Windows Radio Bledit si teknik mi fjalë, dhe kemi në stafin tonë. E përgëzoj jam në drejtë. E përgëzoj dhe do t'i thoja ta sekrete e pa As ti s'më ke pyetur Luiza, kështu që as të kam treguar aty ty që e kam edhe këtë punën tjetër. Bledi pas ka vetë pyetur, do ta pyesësh pa të thoj. Nardi, Pikërisht. humorist të mirë. E ka batutën shumë Okej. E kam bërë këtë të Bledi. E ka të natyrshme, fare. E përgëzoj edhe falenderoj për surprizat. Ishin dy surpriza që janë pranë shpirtit tim. E falenderoj shumë. Më vjen mirë që të kam pëlqyer. Okej, Bledi. Okej. Shumë faleminderit. Për telefonatën, për ndërhyrjen dhe vazhdo në punë. Po s'u habit kështu kot. Okej, faleminderit. Natën. Po. Ishte vërtet një ndërhyrje këndshme e Bledit dhe falenderoj shumë vërtet edhe për punën që bën në Windows Radio, është totalisht i papërtueshëm, çfarëdo që i kërkoj apo çfarëdo që ne kemi nevojë, është në çdo moment i gatshëm dhe sinqerisht shqyr Zotit që e kemi dhe dash Zoti ka një jetë edhe ai vetë sa më suksesshme, sa më të mirë, të ketë shëndet plot, sepse është kënaqëri të kesh djem të tillë, ti kesh në miq, ti kesh në miqsinë tënde. Po. Si pa kuptuar, Luiza, ne kemi ardhur drejt fundit të emisionit. Unë më thënë të drejtën e shijova shumë dhe u kënaqa, jam mirënjohës pafund që na ke nderuar sonde, qoftë me bisedën, qoftë me këngët, pra sepse nuk është e lehtë që në mbrëmje ju keni punë tuaja, të shkputeni nga familja dhe të jeni bisedë me ne. Vërtet mirënjohje pafund dhe nëse ke një mesazh apo diçka për të thënë për fund, mikrofoni është për ty. Anardi, të falenderoj për intervistën. Ishte kënaqësi të ndaja me ju jetën time artistike. Ishte kënaqësi të ndaja me ju pjesën time të familjes. Është kënaqësi me ju të cilët bëni të mundur të dëgjohet zëri i artistit, sidomos për artistët shqiptar, për muzikën të cilën ne përcjellim, dhe një këshill apo një mesazh i fortë që gjithmonë do ta kem si prioritare, është ju drejtojmë prindërve të lejojnë fëmijët të dëgjojnë muzikë të pastër shqiptare. Në bazë pra jonë. Është mesazh i bukur. Që vend identifikohet me kulturën e vet. Patjetër. Unë të falenderoj shumë, të falenderoj vërtet shumë dhe të jam mirënjohës pafund dhe shpresoj që të kemi edhe herë të tjera emisione së bashku apo bashkëpunime të tjera me Windows Radio, sepse është vërtet kënaqësi që ne të kemi mundësi, të kemi kontakte me sa më shumë artistë, të përcjellim sa më shumë nga tradita jonë, dhe sepse kemi parasysh që në diasporë është krejt një jetë ndryshe, janë perceptime ndryshe dhe kemi shumë të nevojshme këtë bashkëpunimin me ju artistët. Po, të falenderoj Nardi, edhe të uroj dhe sukses, shumë sukses. Natën e mirë, shumë falenderit, mirënjohje pafund. Falenderit, natën e mirë. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni për sonde, që shpresoj të ketë qenë edhe për ju një emision i këndshëm, një emision i bukur, një emision plot art, plot kulturë, një emision plot informacione, se kush ka qenë
kënga dje, muzika dje dhe ku po shkon muzika sot, kënga, ku është arti në përgjithësi sot. Dhe me zonjën Luiza Mara u përpoqëm të kuptojmë diçka të ndjeshmen dhe të kuptojmë diçka dhe për të sotshmën, po ashtu ndoqëm edhe këngë nga repertori i zonjës Luiza Mara, të cilën e falenderoj nga zemra për këndshmërinë që ajo tregoi të ishte në bisedë me ne. Unë përzemërsisht ju falenderoj të gjithë ju dëgjuesve që na mbështesni, na suportoni, na jepni kohë nga koha juaj, sepse koha është gjëja më e çmuar dhe për këtë ju falenderoj përzemërsisht. Ju rikujtoj të gjithëve që keni dëshirë për të rindjek emisionin, pra është sonde në orën 3 pas mesnate, me orën 21 të Amerikës dhe të Kanadas, pra është ritransmetim për miqtan që jetojnë matan oqeanit, po është edhe ritransmetimi nesër në radio në orën 13 me orën evropiane. Po ashtu nesër në YouTube është në Horizont Window Radio hapësirë dhe mjaftoj që të bëni një subscribe në YouTube dhe do vinë të gjitha emisionet tona. Përzemërsisht falenderit dhe me mua do dëgjohemi sërish Horizont nesër me një tjetër të ftuar, me tjetër temë, ku shpresoj që edhe ajo do jetë një bisedë interesante dhe këndshme. Natën e mirë dhe ju përqafoj të gjithëve. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio i Kdaj.